Mirëdita dhe mirë se u rikthyet në Palimit. Edhe sot ashtu si çdo ditë do të flasim për aktualitetin dhe politikën. Tani në lidhje direkte jemi me deputetin e Partisë Socialiste Fadil Nasufi. Zoti Fadil, përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike mungon dialogu politik, ndërsa opozita ka bojkotuar kuvendin. A duhet majoranca të marrë iniciativën për dialog apo do vijojë të qeverisë vetëm me votat e saj? Sot që po bashkëbisedojmë, Partia Demokratike është rikthyer në seancën plenare dhe këto largimet apo bojkotimet janë gjithmonë në agjendën e saj. Dialogu vazhdon për raportet institucionale që ka midis dispozitës dhe opozitës, por në fundit Partia Socialiste është këtu për të përmbushur misionin e saj Shqipëria 2030 dhe për të realizuar mandatin 4 për të cilin kanë votuar shqiptarët. Absolutisht nuk i është shmangur dialogut dhe tesa gjithmonë ka ngelur dhe është e hapur për të gjitha problematikat me të cilat përballet sot sfidat e Shqipërisë. Për reforma si ajo zgjedhore uleni bashk. A ekziston një marrëveshje pa shkruar mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike? Si pretendojnë kritikët? Reforma është në proces, si reforma territoriale dhe administrative, ashtu dhe reforma zgjedhore. Ne jemi akoma në vazhdim të procesit, komisionet kanë funksionuar në formën bilaterale dhe produkti përfunditar akoma nuk është në tryezën e parlamentit për të votuar, por gjithsesi të dyja këto reforma kanë ecur, si thua, pozitivisht dhe opsionet e të dyja palëve janë në tavolinë për të dalë pasaj në zgjidhjen për të votuar në seancën plenare. Atëherë brenda Partisë Socialiste po dëgjohen zëra ndryshe. Çfarë prisni të sjellë qëndrimi i Elisa Spiropalit? Zërat ndryshe gjithmonë kanë qenë prezente në Partinë Socialiste, çka tregon për demokracinë e saj të brendshme dhe për emancipimin politik që ka kjo forcë politike. Ndoshta bëhen pak më të ndjeshëm ose vjen në agjendën e lajmeve të ditës fakti që pas protestave që kanë nisur gati prej 2 muajsh dhe pas disa, si thua, reagimesh që ndodhin gjithmonë në partitë politike, këto duket sikur e devijojnë ose janë më në fokus të problematikës me të cilat përballet Partia Socialiste si forcë qeverise. Agenda e Partisë Socialiste është një agendë qeverisëse dhe të përmbyll me sukses sfidën e integrimit evropian dhe të realizojë pritshmëritë për të cilat shqiptarët i dhanë 83 mandate në zgjedhjen e 11 majit. Padyshim që reflektim për një qeverisje më të mirë, për një qasje sa më reale ndaj problematikave me të cilët kërkojnë pritshmëri më të mira shqiptarët dhe për probleme për të cilat artikulojnë edhe protestuesit, do të ketë edhe qëndrime kritike edhe brenda Partisë Socialiste. Sepse ne vetë korrigjohemi, jo thjesht nga kundërshtit që bën opozita apo dhe nga kundërshtit që dalin në protest, po vetë korrigjohemi edhe nga zërat dhe nga demokracia e brendshme e Partisë Socialiste. Ja problematika që kanë realizëm brenda tyre për të qenë më të vëmendshëm ndaj realizimit të pritshmërive, për të qenë më të vëmendshëm për një harmonizim më të mirë të kontribuesve brenda Partisë Socialiste dhe prurje që vjen nga shoqëria civile, për të qenë më konkret dhe më produktiv në atë hapje që bën Partia Socialiste, që nuk ka marrë thjesht misionin të qeverisë për të kënaqur në të gjitha nivelet e pushtetit vetëm socialistët, por të integrojë dhe të jetë një parti e hapur ndaj të gjitha prurjeve dhe kualiteteve që ka shoqëria shqiptare dhe që ata vlejnë për administratën publike, vlejnë për qeverisjen dhe Partia Socialiste në të kuptim është një lloj shlyerosje politike për mos qenë, si thua, e ngurtësuar dhe e mbyllur brenda vetes. Prandaj dhe zërat kritik kanë reagim, kanë ndjeshmëri, kanë, si thua, edhe mbështetje, por gjithsesi nuk e prishin kohezionin e brendshëm të Partisë Socialiste dhe nuk e dëmtojnë objektivin e saj kryesor, që është realizimi i të gjitha premtimeve dhe objektivave që ne kemi në mandatin e 4.
protestat po vazhdojnë. A do të ndërmarrë mazhoranca një hap konkret për dialog me opozitën dhe qytetarët? Padyshim që në ditët e para të protestës, Partia Socialiste e Kryeministri Edi Rama ka kërkuar dialog si e vetmja formë për të dëgjuar zërat kundërshtit apo pretendimet që kanë protestuesit, dhe ajo që duhet të them është që protesta është një reagim i shëndetshëm, i bën mirë demokracisë, është si thua një zgjim i qeverisë nga mungesa një opozite të shëndetshme, dhe padyshim që tregon edhe kualitet të shoqërisë shqiptare që tashmë është pjekur, proteston hapur, liritë dhe drejtat e protestuesve janë si thua të garantuara, standardet e protestës gjithashtu janë garantuara, shteti dhe pushteti absolutisht nuk ka krijuar asnjë incident ndaj protestuesve dhe si thuash problematikat racionale të tyre janë në vëmendje për të trajtuar, pasaj se si ka marrë protesta në kuptimin e administrimit nga zërat e brendshëm, nga aktorët të cilët duhet bëjnë protagonistin, kjo është një çështje e protestuesve, të cilët po e zhbejnë pak a shumë atë piknisje për të cilat ata u ngritën dhe parashtruan ato si thua pretendime apo kritika që kishin për qeverinë dhe për opozitën njëkohësisht. Pse Edi Rama nuk merr përgjegjësi politike dhe nuk jep dorëheqjen siç kërkojnë protestuesit? Protestuesit pavarësisht nga e përditshmja e tyre në bulevard për gati 50-51 ditësh, kanë të drejtën e tyre të pretendimeve dhe të kërkesave që shtrojnë, ndërsa Edi Rama ka të drejtën legjitime në emër të mbi 800.000 votuesve që kanë votuar në 11 maj 2025 dhe të 83 mandateve, të përmbush misionin për të cilin e votuan shqiptarët, të përmbush objektivin që ishte, si thua, krye agenda ose krye premtimi jon i këtij mandati, hapja e negociatave, mbyllja e negociatave dhe aderimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian në vitin 2030. Përderisa ne po bëjmë reforma të shëndetshme, përderisa ne po ecim me kalendarin e antarësimit dhe të mbylljes së negociatave në Bashkimin Evropian, përderisa tek ne reformat kanë fituar besueshmëri, siguri, kanë sjellë cilësi jete dhe kanë sjellë standardet që janë në përputhje me Bashkimin Evropian, ne jemi në rrugën e dur dhe korrigjohemi edhe për ato pretendime që kanë protestuesit, por Edi Rama është legjitim dhe parlamenti është legjitim në përmbushje të agendës dhe të gjitha detyrimeve që ne kemi në mandatin e 4. Padyshim që jemi edhe reflektues dhe protesta e shkumt opozitën e nxjerr nga përgjumja dhe e rikthen me këmbë në tokë për të qenë, si thua, më produktiv, më rezultativ dhe më të shëndetshëm në gjithë procesin e qeverisjes, edhe të fitimit të besueshmërisë ndaj publikut për cilin na ka votuar. A i keni dëgjuar kërkesat e protestuesve? Cilat prej tyre i konsideroni të drejta? Po, protestat ose kërkesat e protestuesve janë dëgjuar, janë jo thjesht të mirë kuptuara për pjesën e tyre racionale, edhe për pretendimet, me disa prej tyre absolutisht nuk pajtohem, së pari me artikulimin e një gjuhë dhe të një fjalori i cili është bërë një kor negativ me thirrjet që nuk mund të jenë, si të thuash, në dimensionin dhe në kulturën tonë demokratike, dhe nuk mund të vidhet, si të thuash, kauza qytetarëve, nga njerëz që e shfrytëzojnë protestën për të marrë mikrofonin dhe për të lëshuar gjithë vulgaritetin e fjalorit të tyre dhe për të përdorur si alternativë të QR-n edhe tjera epitete që nuk janë në dinjitetin tim për t'i përmendur, sepse kanë vulgaritet dhe e zhbejnë, si thua, misionin dhe qëllimin e kësaj proteste. Gjithsesi, askush nga protestuesit, askush nga gjuha agresive që kanë përdorur disa personazhe të tillë, nuk ka pësuar asnjë lloj ndëshkimi dhe asnjë lloj, si thua, anatemimi
për fjalorin që kanë përdorur apo për shpërdorimin e kauzës për të cilën bëhet një protestë që është në interes të qytetarëve dhe është në interes edhe të qeverisë që të vetë korrigjohet në përmbushje të kërkesave legjitime që kanë protestuesit. Cilat nga këto kërkesa i konsideroni të drejta që bëjnë protestuesit prej 50 ditësh tashmë në shesh? Çdo kërkesë që është për arrogancën e pushtetit, çdo kërkesë që është për luftën e pamëshirshme ndaj korrupsionit, çdo kërkesë që ka të bëjë me pabarazim, çdo kërkesë që ka të bëjë me favorizime dhe çdo kërkesë që edhe për shkak të keq informimit publik kërkon më shumë transparencë, është e mirëpritur dhe kërkon jo thjesht deklarata që mund të bëjmë në për studio televizive, por kërkon reflektim, korrigjim dhe përmbushje të tyre. Zoti Nasufi, të falenderoj, ishte kënaqësi. Faleminderit. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.